Vetëm 1 nga 30 urat e planifikuara të ndërtohen nga e para në të gjithë rrjetin kombëtar rrugor ka nisur të ndërtohet. Bëhet fjalë për projektin $100 milion që qeveria shqiptare siguroi si hua nëpërmjet Bankës Botërore 5 vite më parë. Në vitin 2022 duhet të nisë zbatimi i projektit pas inspektimeve në terren të 100 urave në të gjithë rrjetin rrugor kombëtar. Në një përgjigje për televizion, zyra e projekteve pranë Autoritetit Rrugor Shqiptar sqaron se programi ofron një paketë financimi për $100 milion për të rehabilituar, rikonstruktuar ose ndërtuar 30 ura me ndjeshmëri ndaj klimës dhe për të forcuar menaxhimin afatgjat të aseteve rrugore në të gjithë rrjetin kombëtar. Zbatimi i fazës së parë, $55 milion, mbulon 15 ura prioritare, ndërsa faza e dytë, $45 milion, pritet të miratohet në vitin 2027 për të financuar rehabilitimin e 15 urave të mbetura. Autoriteti Rrugor Shqiptar në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë është agjencia zbatuese përgjegjëse për programin. ARSH është autoriteti kontraktues dhe tenderues për projektimin dhe ndërtimin e urave të financuara nga programi, thuhet ndër të tjera në përgjigjen zyrtare. Por për urën e Karicës, që është pjesë e rrugës nacionale Burrel-Skuraj, nuk ka ende një afat se kur mund të nisë ndërtimi. Zyra e projekteve pranë ARSH shton se zbatimi i programit po përparon me urën e Virojt, teksa pritet së shpejti të nisin punimet për urën e Beshirit. Projektet për 12 ura të tjera prioritare janë finalizuar, duke synuar nisjen e zbatimit të punimeve për gjatë vitit 2026. Pra ura e Karicës do të vijojë të jetë bllokuar në një afat të pacaktuar.